A e dini se burrat në Angli rreth viteve 1800 shisnin gratë e tyre? Po, janë ngjarje të vërteta dhe tani po ju tregoj se përse dhe çfarë ndodhi në ato vite. Ose më mirë, çfarë bëri që burri të shiste gruan, çfarë e detyroi. Ndiqeni këtë material me vëmendje dhe do t'i lutesha kush nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falemnderit që të gjithëve që jemi për herë bashk. Këto diskutime të përbashkëta e keni vënë re që përveç se na ndihmojnë për t'u informuar, por jemi edhe një hap më përpara se sa të tjerët, sepse dia sundon botën, siç e kemi thënë. Kështu që ju falemnderit që diskutojmë dhe pres komentet tuaja. Aty nga vitet shiteshin dhe më përpara gratë e martuara, burrat e tyre shisnin gratë. Ndodhte edhe më përpara, edhe rreth viteve 1700, 1600, 1500, bile edhe më përpara. Mirë po, loja, si që duket, ka filluar rreth vitit 1100, 1200, që të bëhesh një loje përhapur, dhe në vitin 1800 filloi që u përhap në mas të gjerë. Në shumë vende të Anglisë, burrat anglez shkonin dhe shisnin gratë në treg, po, në pazar. Dhe çfarë bënin? I lidhnin me litar, i lidhnin që mos të lëviznin dhe mos të iknin. Merreni me mend sikur të lidhnin burrat dhe t'i çonin për t'i shitur. Por burri, duke qenë më i fortë fizikisht, mendon se është më i zgjuar, por dëgjojeni me vëmendje se përse i shisnin. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që disa burra, kur nuk arrinin dot që t'i shisnin këto gra, sepse s'kishin para që të bënin divorcin, ata shkonin në një vend publik dhe e bënin në mënyrë publike shitjen. Shumë njerëz talleshin, jo vetëm me shitsin, por kryesisht me gratë, sepse talleshin me paraqitjen e jashtme të grave. Kush ishte me dobët fare, kush kishte probleme se kishte obezitet, ose kush ishte shëmtuar, apo kush ishte për ta. Por të gjithë jemi të bukur, sepse unë e kam nënvizuar disa herë, por për disa njerëz janë të shëmtuar, sepse ka disa që janë mjeshtra, janë yje, janë shumë të bukur se i marrin si model. Në fakt, ata që janë të shëmtuar, ata ofendojnë. Megjithatë, talleshin nëpër pazare, shumë njerëz. Dhe fillonte shitja. Shitja e grave fillonte zakonisht kur mblidheshin shumë njerëz në kohë dreke. Dhe kishte një trazir shumë të madhe, sepse vinin nga shumë vende, pra nuk kishin vetëm disa të një vendi eksakt, pra të një fshati apo të një qyteti. Bile, çfarë bënin? Ndonjëherë shkonin në Londër, nuk kishte shitje të tilla, por ishin në disa qytete dhe shkonin në qytete nga fshatarët ose në fshatra. Ndodhte, po jo shumë, dhe me qenë se shitjet ishin më të mëdha në për qytete, fshatarët shkonin në për qytete, në disa qytete, okay? Sepse herë ishte ndaluar, se ishin atëre ligjet, e keni parasysh. S'ka gjë, po, se do ta bëjmë tani, se do ta rregullojmë tani. Dhe e dini pse i shisnin? I shisnin sepse donin para, asgjë tjetër. Pra e bënin vetëm për para. Dhe gratë shpesher ofroheshin vetë, thoshin më shit, sepse kishte disa nga këta burra që jo vetëm ishin ignorant, por ishin tepër të pist, nuk laheshin kurrë dhe vinin era. Dhe gratë për të shpëtuar nga kjo tragjedi, çfarë bënin? U kërkonin që t'i shisnin burrat. Tani, ne e dim shumë mirë që mashkulli është i fortë fizikisht, por duhet të dini diçka tepër të rëndësishme. Aty nga vitet 600, pas erës sonë, pra në vitet 600, filloi në mas të gjerë që të neglizhojej gruaja, femra, sepse duhet të dini që përpara vitit 0, femra ishte e njëjtë me burrin. Bile këto ka dokumenta për këtë. Mjaft që të përmendim edhe disa senator roman që shkruajnë që gruaja ishte e njëjtë me burrin. Bile disa ishin edhe prise, ose si Kleopatra për shembull që ishte mbretëresh, apo ajo Teuta Ilire. Pra deri në vitin 0 femrat ishin pothuajse si mashkull dhe bile më shumë, i trajtonin tamam
shumë mirë, sepse i trajtonin ashtu siç ato janë gra, janë nëna tona, gratë, janë motrat tona, janë bijat tona, pra janë njësoj si ne. Mirë po aty thash nga viti 600 filloi në mas të gjerë që të fyeshin gratë, dikush i shkruajti edhe në për tekste, sepse janë pikrisht disa shkrime, sepse njeriu më përpara nuk shkruante si sot, që ka me miliona libra, ose me miliona ligje, që thonë për barazi. Dikur nuk ishte kështu. Dhe me qenë se nuk ishte kështu, kishte një kaos të plot, atëre burrat morën, dikush që shkruajti këto gjëra, burrat i morën fjalë për fjalë, sepse dikush shkruajti që gruaja është më pak se burri, duhet të bëj atë që thot burri, duhet që të trajtoj burri ta trajtoj gruan si një shërbëtare, thoshte dikush tjetër. Pra të gjitha këto bën që gruaja të neglizhojë dhe të shtypej. Dhe me kalimin e kohës filloi që të trajtoj keq e më keq. Bile nuk e bëri vetëm bota islame, por e bëri edhe krishtërimi. Për shembull, mjaft që të përmendim kohën e inkuizicionit, për shembull, që thoshin që gratë bëjnë magji ose fusin shejtanin në shishe. Dhe me kalimin e kohës, këto krijuan probleme të mëdha në gjinin femërore. Pra nga këtu, nga vitet 600 e këtej, filluan problemet e mëdha për gruan. Dhe gruaja filloi që të nënvleftësoj, madje edhe të trajtoj keq. Kjo bëri që shumë meshkuj filluan që t'i trajtonin të rrihnin gratë. Bile do t'ju them, në disa zona të Shqipërisë, është e vërtet kjo sepse ma ka treguar Imat, stërgjyshit e tij, pra gjyshi që i jati e tij që tregonte për stërgjyshët, thoshin që i përdorni ata që silleshin shumë mirë me gratë, por ata që silleshin mirë e bënin jo përpara njerëzve të tjerë, e bënin në fshehtësi, pra e bënin në shtëpi, e trajtonin gruan si një njeriu ashtu siç e bijën e tij, vllajën, kushuririn, nënën e tij, pra e trajtonte gruan bashkëshorten si nënën e tij. Por e bënte në fshehtësi sepse e gjykonin të tjerët jashtë. Dhe këtë e bënin disa, nuk e bënte vetëm një. Dhe është çudi, thoshte babai im, që se si në fshehtësi kishin turp që të trajtonin gruan ashtu siç duhet, pra me respekt. Por e trajtonin keq përpara njerëzve dhe me respekt në shtëpi. Pra kjo ndodhte gjithandej. Por e çuditshme ishte që disa burra, ose më mirë bula, që përveç se të pist ignorant dhe vinin era, por nga forca dhe ndoshta edhe ligjet që nuk kishte një kaos në Angli në vitet 800, filluan që të shisnin gratë. Dhe si shtash filloi në mas të gjerë. Biles do t'ju them, në vitin 1865 mos të gaboj, doli ligji i ashpër, gjoja i ashpër, nuk ishte ende i ashpër, kundër dhunës së grave. Mirë po, fakti i fundit që ka ndodhur të shitjes së një gruaje nga i shoqi, ka ndodhur në vitin 1922. Nuk e dim kuptuat apo jo. Në vitin 1922 është shitur një grua nga burri i saj. Pra kjo është e dokumentuar, është shitja e fundit e dokumentuar, se mund të ketë patur dhe të tjera, në Angli. Pra, ndërkohë që në vitin 1912, ata burrat atje, ata bulat atje, vendosën fatin e shqiptarve, pikrisht ata që nuk laheshin kurrë, dhe vinin era dhe ata vendosën fatin e shqiptarve që ndan Shqipërinë me copa, pikrisht ata së bashku me francezët, me holandezët, ose më mirë nga Belgjika, dhe disa të tjerë. Pra, në vitin 1912, këta vendosën kufijt e botës, fatin e të gjithë botës, sepse kur vendos kufijt, vendos fatin, dhe ishin ata, pra që në vitin 1922, kishte rastet të tilla që shisnin gratë. Pra, merreni me mend, historia shkruhet sipas dëshirave. Historia
është shkruar jo vetëm sipas dëshirave, por jo vetëm si është dashur qefi, por janë tallur sepse përveç se disa kanë qenë edhe ignorant, por e kanë bërë për të mirën e tyre për shumë gjëra. Kështu që përveç se coptuan Shqipërinë ashtu siç e coptuan, i hoqën që të gjitha çfarë kishin. Me një fjalë, ata që kaluan mbi Shqipëri, i morën të gjithë historinë, ja vodhën, ja raskapitën që të gjithë, i përdhunuan të gjithë shqiptarët dhe e lanë ashtu. Byth jashtë, më falni për shprehjen. Pa histori, pa një dinjitet, pa asgjë. Pra, kjo është e vërteta kur e lë një popull pa asgjë dhe nuk është më asgjë, sepse nuk ka një histori. Ku do ta gjesh historinë? Nuk janë sunduar që të gjithë, kanë vjedhur, kanë plaçkitur çdo gjë. Ku do ta gjesh? Dhe kanë përdhunuar. Tani, pse e them këtë? Sepse thash, në vitin 1922, ata që vendosnin fatin e botës dhe njëkohësisht dhe të Shqipërisë kishin probleme të tilla. Dikush nga ju do thotë, po mirë, çfarë problemi ka? Po mirë, sikur t'ju shesin juve. Meshkujt për shembull. T'ju shesin sot të vijë një grua e thotë ky është timi do të shes një burr. Shiko, unë mendoj që historia e njerëzimit mund të kishte ecur shumë herë më mirë në qoftë se në krye të historisë së njerëzimit do të ishte edhe gruaja ashtu siç ishte edhe burri, sepse kanë qenë disa gra mjaft të rëndësishme, pikërisht gjatë viteve, që kanë bërë ecurinë e njeriut. Bile, thuhet që pas një burri të madh fshihet një grua e madhe. E keni dëgjuar këtë fjalë? Sepse pse thuhet kështu? Sepse një grua është shtylla e familjes. Përveç se është nëna e të gjithëve, është përveç bashkëshortes, ashtu siç unë, për shembull, një mashkull që urren gratë, ka meshkuj edhe sot, ende sot, që urren gratë, bile ka disa vende që i nënshtrojnë akoma sot gratë, pa pik turpi dhe nuk kanë asnjë të drejtë gratë që të flasin, dhe thash ka disa vende, dhe disa njerëz, por pa e kuptuar që po ta shikojnë në vetvete çdo gjë, sikur ta shikojnë në vetvete, dhe thonë po mirë, po të më ndodhi mua. Pra ne kemi lindur me të drejtën e dikujt që na lindi, pra të një krijuesi. Nuk kemi të drejtën e t'i marrim jetën dikujt apo ta trajtojmë një njeri më pak se veten. Kush jemi ne? Unë kush jam që të trajtoj një femër më pak se veten? Edhe ajo është ashtu siç edhe unë. Po sikur të ketë një forcë më të madhe se unë dhe të më trajtoj ashtu siç e trajtoj unë. Pra, kjo është historia që doja t'ju thosha sonte, do të dëshiroja një komenti tuaj, ju si i trajtoni gratë, ju meshkuj po flas, ose ju gra, si ju trajtoni meshkujt, dhe do të dëshiroja një koment të përbashkët, sepse, siç ju thash, këto janë diskutime mjaft të rëndësishme. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, natën e mirë.